Po, pajtona. Ai që në shompe. Në qoftë se njëri për partnerave, në shompe, shumë a shumë shkon lidhja gjatë. Në qoftë se kemi dy botra të cilat nuk nshojnë pe njëra tjetrës, dy murre të cilat verbohen dhe nuk i japin qasë si dalë që nga tjetër, atër kemi prishje. Problemi i kësaj është që për shembull ti e morë shembull prindrit e tu. Edhe kemi na të gjithë besoj afërsisht që ata. Nana Greku tani jetën e ka dash një burr. As nuk ka tentu me njoftu bile dikan. Kamet e vej me 26 vjetë. 26 vjetë kamet e vej. Edhe asë një herë në jetë nuk ka tentu me bo lidhje tjetër. Vetëm pak ta konceptoj pyetjen. Si ka mundësi që para 40 vjetëve, njerëzit kanë besu që e kanë gjetë dashnin e jetës edhe e kanë dash qatë njeri gjithmonë. Kurse na po thojmë tash, sa ma shumë që po të njof, aq ma pak po të dua. Pse? Adim pse me në jene. Antigon se informacioni u bosh shumë ma rjetët sociale, informacioni, përgjësi botnor, ose është ma kollaj sot. Atëherë ma pak kam pa. Ma pak kam ditë. Qka ma kollaj? Me po shamull femna tjera, ose moshkuj tjera, ose jetat ndryshme. Janë më të lirë njerëzit, televizin, shojnë, frekuentojnë vende, atë kanë qenë jo më dalun, ma brenda, Unë mendoj që mami jam për para ka pas një bindje që për jetën e vetë është babi jam aj që e mbyllë, do më thonë, rumbullakson jetën e mami tem. Po unë mendoj që prindi jam, mami jam nuk e ka pas lirinë të shprehurit, lirinë të menduarit, si që është dita e sotme. Unë mendoj se është kona dhe jeta që pritë se bosh hur, pritë se flet filani, e kuptan. Edhe që na fatkeqësisht edhe sot asaj dite në disa vende të thella. Ama nuk jena të folë për atë, jena të folë për ndjenjën e dashurisë. Po pra, vitet më përpara, unë thash edhe shpare ceka pak, që vitet më përpara i bonin me shkuesi, për shembull, një burrë edhe një grua. Edhe nuk kanë guxu, edhe sikur çika tjetër u hek ka ajo familje ose ka i burr, nuk ka guxu me fol. Në ditën e sotit, çika ka të drejtën gjithë botës të flasi. Po nuk është kjo tema. Tema është si kanë mujt vjetrit me rujt dashunin, edhe sa ma shumë që janë njoft, aq ma shumë janë dash. E në tri... Kam po ma pak, bre Antigon. Kanë sakrifiku. Kam po ma pak. Ma pak kam po. Kanë bryt. E si grek, nuk është që ashtu ti mundesh me po... Unë që ma pak kam po, Antigon. Edhe kanë po ma pak? Edhe kanë një ma pak, sot shemull. Buën bashkë një qift ose ndohon, hajtë më në që shumë ndohë, që të ashtë e ka gjithë tjetër kënë edhe si interesënë. Me një herë e merë shambullin e tjetër kujna. Që u bu me tjetër kënë, edhe se kam po, dhe me thonë, informacioni, atëherë u konë ma i kufizum. Kanë qenë përbetume, sakrifikume për qatë përbuë. Edhe informacioni u konë ma i kufizum. Edhe jo mësë përbuë shorë, jo, tash një ki shambull. Ju jeni të thonë që asë atëherë nuk ka egzistu dashnia. Ka egzistu dashnia, po, kanë thonë nëse hupjo në qatë personë në mos shumë ku me shku. Antigon, Antigon. Dashnia është si atëherë si sot. Edhe atëherë ka probleme që nuk e ka dasht.